Shqipëria do të përballet me Serbinë në 7 qershor. Tani ka nisur edhe provokimet nga ana e kundërshtarëve, ndërkohë që koha shtesë ka vendosur të bëjë një analizë sportive të kësaj ndeshje, pra nëse lëm për një moment më njan gjithë urrëtitjen dhe faktorët historik që kemi me Serbinë dhe vlerësojmë vetëm ekipet, kush ka lojtar më të mirë dhe repart më të mirë. Serbia e ka shpallur listën e saj dhe ne kemi marrë për bazë formacionin e saj të fundit të hedhur në fushë në fitoren 2-0 kundër Austrisë. Njëkohësisht, për ta bërë krahasimin më të kuptueshëm dhe më të drejtë, kemi bërë një vendosje të Shqipërisë si ajo e Serbisë, 3-4, 2-1, për të kuptuar më qartë se kush ka emra më të mirë në secilin prej reparteve, dhe e nisim nga porta. Strakosha kundër Rajković. Në krahasimin mes portierëve, Serbia duket diçka më e siguruar. Rajković është shoku i ekipit të Mario Mitajt dhe është shpallur kampion me Al Ittihadin në Arabinë Saudite, por ka shumë eksperiencë dhe më parë ka qenë me Vedat Muriqin në La Liga, duke zhvilluar shumë ndeshje në elitën e futbollit spanjoll. Gjithashtu, është një gigant, 1.91 cm, që do të vendosin në vështirësi kuqezind për t'i gjetur cepin e rjetës. Nga ana tjetër, Strakosha nuk ndodhet në periudhë të mirë, ka kaluar në plan të dytë të AEK-u, është një portier që mund të bëjë një ndeshje pa gabime, por pa pasur ndonjë heroizëm që të jep pikë në sajt të një mrekullie të tij. Ndoshta mund të bëjë ndeshjen e karrierës kundër Serbisë në kombëtare. Mbrojtja: Ismaili Gjimshiti Ajeti ose Kumbulla kundër Pavlović, Milenković dhe Raković. Niveli i mbrojtjes është i parafort, por Shqipëria mund të thuhet se ka diçka më shumë në siguri. Por nuk duhet harruar se edhe niveli i Serbisë është i lartë në prapavi. Shumë rrallë, ky ekip pëson 2 gola në ndeshje, ndërsa është pamundur të shohësh një ndeshje ku ata pësojnë 3 gola. Mbrojtësi i tyre i vetëm që mund të quhet niveli më i lartë është Milenković, ka bërë një super sezon te Nottingham Foresti dhe është shumë e vështirë për ta lënë mbrapa në driblim, por me një duel me Gjimshitin te Shqipëria, forcat baraspeshohen. Ndërkohë Ismaili është padyshim në një nivel më të lartë se sa Pavlovići i Milanit, që mund të bëjë gjithçka gjatë 90 minutave, të provokojë dhe të japë përshtypjen e një luftëtari, por lë për të dëshiruar kur ka përpara një kundërshtar me shumë aftësi teknike. Një Armando Broja në superform do t'ja bënte jetën fair Pavlovićit, ndërsa një sulmues tjetër i fizikshëm i Shqipërisë, por me pak aftësi teknike, do ta bënte Pavlovićin që të dukej si një mbrojtës i pakalueshëm. Është në detyrën e Silvinjos për t'i lënë Pavlovićit dikë që është shumë më lart teknikisht dhe mos t'i ofrojë thjesht një lojtar që ka formë fizike, pasi ajo është vetë arma e serbit. Ismaili nga ana tjetër e ka treguar veten se është thjesht i pakalueshëm, pavarësisht nëse kundërshtari që ka përballë është i mirë teknikisht apo fizikisht, ndërkohë mes Ajetit dhe Kumbullës dhe Rakovićit të Zenitit, sërish peshorja anon nga Shqipëria. Mes fusha: Mitaj Aslani, Qazim Laçi ose në vendin e tij Sheu dhe Balliu kundër Terzić, Maksimović, Gudjel dhe Zivković. Terzić luan te Salzburgu, Maksimović te Panathinaikos, Gudjel te Sevilla dhe Zivković te PAOK-u. Dhe në këtë krahasim, jo vetëm që kemi një barazim të vlerave, por sërish mund të thuhet se Shqipëria ka diçka më shumë. Mitaj është i pakrahasueshëm me asnjë nga kundërshtari. Vite dritë larg këtyre, duke i dhënë një avantazh të madh Shqipërisë. Aslani, pjesë e Interit, pavarësisht se ka pak minuta, por tani ka fituar edhe më shumë eksperiencë. Qazim Laçi, një lojtar tipik i kombëtares që ka luajtur gjithmonë titullar, por edhe Sheu, që mund të jetë një alternativë për të, ndodhet në një superform në Poloni. Ndërkohë në krah kemi eksperiencën e Balliut që vjen nga La Liga. E parë në emra ekipesh dhe lojtarësh, me një Mitaj që shbën kundërshtarin, Shqipëria ka pak më tepër pikë në mesfush. Nedim Bajrami ose Ernest Muçi dhe Hasani kundër Lukić dhe Samardrić. Ngelet për të parë se kujt do t'i besoj Silvinjo krahun e majtë të sulmit, Bajramit apo Ernest Muçit, ndërsa në krahun tjetër Yasir Hasani duket i paprekshëm. Në fakt, pika e fortë e Serbisë është pikërisht kjo, ajo e fazës së krahëve të sulmit, nëse mund ta quajmë kështu. Lukić është pjesë e Fulami në Premier League dhe ka shumë minuta në këmbë, megjithëse nuk është treguar produktiv me gola të shënuar në Premier League. Ndërkohë Samardrić është pjesë e Atalandës, por shpesh duke qenë në stol. Situata e Samardrić në kombëtare është po e njëjta si ajo Ernest Muçi te Shqipëria. Është 23 vjeç, por nuk është kryer ende me ekipin dhe është ende larg pritshmërive në kombëtare.
në aftësi teknike dhe mundësinë e futjes me topin në zonë, ka më pak rrezik. Rreziku i vetëm nga ky lojtar është goditja nga distanca, e ka të frikshme dhe lojtarët e Shqipërisë duhet ta mbyllin menjëherë hapësirën boshe. Në emra ekipesh ku luajnë lojtarët, Serbia kryeson në këtë aspekt, por në një Yasir Hasani në formë dhe një Nedim Bajrami apo Ernest Muçi të ndezur, Shqipëria mund ta tejkalojë edhe në këtë repart Serbin. Pasi siç e përmendëm, Lukic ka një mungesë të produktivitetit. Dhe në majën e sulmit, Armando Broja kundër Dusan Vlahovic, një sezon jo i mirë për të dy sulmuesit. Njëri është pjesë e Evertonit, tjetri pjesë e Juventusit. Gjimshiti dhe Ismaili e kanë futur në xhep Vlahovic në Serie A, sa herë që Atalanta apo Empoli ka luajtur kundër Juventusit, ndërsa Armando Broja në një mbrëmje magjike të tij mund të kalojë pas një problem e Rakovic dhe Pavlovic, ndërsa vetëm pengesë për të do të jetë Milenkovic, që e njeh shumë mirë nga Anglia, pasi të dy kanë luajtur kundër njëri tjetrit në Premier League. Madje në ndeshjen e fundit që Armando Broja ka zhvilluar si titullar me ekipin e Evertonit, ka qenë pikërisht kundër Nottingham Forestit. Një ndeshje ku Armando Broja zhvilloi një paraqitje shumë pozitive, megjithëse duhet theksuar se Milenkovic është një mbrojtës që është për të vlerësuar në sajt të fizikut të tij dhe nuhatën se ka për të mbyllur duelet dhe për të parashikuar lëvizjen e sulmuesit kundërshtar. Madje edhe në një intervistë që një prej gazetarëve britanik dha në emisionin Koha Shtesë përpara ndeshjes Angli-Shqipëri dhe u diskutua për rivalitetin mes Shqipërisë dhe Serbisë, ai theksoi faktin se Shqipëria duhet të lutet që Milenkovic të mos jetë në formë ose të mos luajë në këtë takim që do të zhvillohet në Albania, pasi do t'i japi shumë punë sulmuesve tanë. Kështu në repartin e sulmit, me entuziazmin dhe shpërthimet që ka Armando Broja, e lë Vlahovic shumë mbrapa. Pra edhe në këtë aspekt, Shqipëria është me avantazhuar.